Në këtë edicion do të ndiqni 35 vjet nga themelimi i Frontit për Rezistencë dhe Bashkim Kombëtar. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka alarmuar se nëse s'ka zgjatje buxhetore për 3 muajt e parë të vitit 2026, punëtorët në sektorin publik mund të mbesin pa paga. Organizata Veteranëve Lanç shënon privitorin e çlirimit të Gjakovës nga okupatorin nazifashist. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. 35 vjet më parë, një grup intelektualësh nga Gjakova bën bashkë të fillojnë veprimtarinë e tyre për krijimin e organizatës Fronti për Rezistencë dhe Bashkim Kombëtar. Kuvendi i parë i organizatës u mbajt në Dardani të Gjakovës, ku të pranishëm ishin edhe Adem e Hamës Jeshari. Ndërkohë, një material më të zgjeruar të ngjarjeve që lidhen me këtë organizatë do të mund të ndiqni sonte nga ora 20 në mbrëmje. 35 vjet më parë, një grup intelektualësh nga Gjakova me bashkëpunëtor të tjerë nga gjithë Kosova themeluan organizatën ushtarako-politike të emërtuar Fronti për Rezistencë dhe Bashkim Kombëtar. Themelimi të organizatës i paraprin shumë aktivitete lokale, qendrore dhe mbar kombëtare të ndara në disa zona. Edhe pse situata në të cilën ndodhej aso kohë Kosova ishte shumë e vështirë, ky grup veprimtarësh ja dolën të rrisin grupin dhe të mbajnë kuvendin e parë. Me datën 11 nëntor të vitit 1990, në shtëpinë e Palusheve organizohet kuvendi themelues, ku i organizatës ushtarako-politike, ku emërtohet me emrin Fronti për Rezistencë dhe Bashkim Kombëtar. Aty delegat janë të evidentuar. Antarët e kuvendit përfaqësonin zona të ndryshme të Kosovës, madje Sokol Dobruna ka në kujtesë edhe një histori interesante. Për ditën e themelimit ndër tjerësh ka qenë roje Adem Jeshari. O shumë më rëndësi se si një Adem Jeshar e kalon me qenë antar Hamzën të vlajnë, sepse ka qenë i shkollum. Që kjo mund kalon për shtypje të madhe. Vlerë që rrallë herë në shqiptar, i alëshon rrugën dikuj që më i menqëm. Ndërkaq veprimtari Mentor Kaqi thot se ky aktivitet ka rezultuar edhe me burgosje të cilat pastaj shkuan si zinxhir nga ana e veprimtarëve. Na kanë prit kur po vim. Na u ushtruam pak sa për mujt me pushu, edhe munish masaj për Gjakovë këtu në babajt e një antari joni Zenel Sadiki. Sa të pushojmë pak, pastrohemi grime, ta marrim veten e nesrit dhe vazhdojmë deri në Gjakovë me ato parametrat të cilat i kemi vendosur përpara. Do të që pas kem paciente të zbuluar edhe qashtu natën kanë pritë sa del mëngjesi dhe kanë rrethu shpinën e Zenelit dhe na kanë fshi. Me ngritjen dhe funksionalizimin e organizatës në fjalë, filloi edhe qepja uniformave ushtarake, numri më i madh i të cilave u sekuestruan nga ana e sigurimit serb me rastin e arrestimit të disa prej antarëve të Frontit në Gjakovë me 14 dhjetor 1991. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka alarmuar se nëse s'ka zgjatje buxhetore për 3 muajt e parë të vitit 2026, punëtorët në sektorin publik mund të mbesin pa paga. Ajo tha se duhet të sigurohemi që deri në fund të marsit askush të mos mbetet pa paga. Kjo pasi këto janë çështje esenciale për jetën e qytetarëve dhe unë pres reflektim nga partitë politike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka alarmuar se nëse s'ka zgjatje buxhetore për 3 muajt e parë të vitit 2026, punëtorët në sektorin publik mund të mbesin pa paga. Kosova ende nuk ka formuar qeverinë e re, përkundër që zgjedhjet janë mbajtur me 9 shkurt. Sigurohemi që së paku deri në fund të marsit, askush mos mbetet pa paga, njerëzit mos mbesin pa buk mbi tavolinë, mos mbesin pa barna në spitale. Këto janë çështje esenciale për jetën e qytetarëve dhe unë pres reflektim nga partitë politike. Ne gjithçka kemi gati si dokumentacion, krejt çka duhet është vullneti i partive politike. Ajo u shpreh e ashpër edhe për deputetët e kuvendit që sipas saj s'kan bërë asgjë gjatë gjithë vitit 2025. Por ajo edhe juve si media që vazhdimisht të bëni presion pozitiv, po e quaj kështu, partive politike në mënyrë që këto vendime të merren nga ky kuvend, pra nga përfaqësuesit e këtij kuvendit, të cilët janë votuar me 9 shkurt të këtij viti, po akoma s'kan vendosur asgjë. Pra le të vendosin diçka në interes të qytetarëve, sepse shkoi ky vit, së paku bile disa vendime që janë në interes të qytetarëve dhe në interes të shtetit le të merren. Këto komente presidentja i bëri pas pjesëmarrjes në forumin e Uleksit në bashkëpunim me shoqatën e grave në Policinë e Kosovës me temën nga rezoluta në veprim 25 vjet nga kur gratë transformojnë paqen dhe sigurinë e Kosovës. Organizata e veteranëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare ka mbajtur aktivitetin e saj të përveçshëm në kuadër të shënimit të 9 nëntori, ditës së çlirimit të Gjakovës nga okupatori nazifashist si dhe 11 nëntorit, ditës së formimit të brigadës së 7 sulmuese. Në shënim të këtyre datave historik u mbajt mbledhje e antarëve dhe u vendosën kurora lulesh në memorialet e disa heronjve. Organizata e veteranëve të lëvizjes antifashiste nacional çlirimtare ka shënuar në nëntorin ditën e çlirimit të Gjakovës nga pushtuesi nazifashist, si dhe 11 nëntorin ditën e formimit të brigadës së 7 sulmuese. Ky vit shënoi 81 vjetorin e këtyre datave historike. Në shënim të këtij përvjetori fillimisht u mbajt mbledhje e kryesisë së degës. Sot ky takim është i 2 kryesive, në bashkëpunim edhe me shoqatën e veteranëve të Lançit dhe nga Malësia e Gjakovës, nga Trapoja, ka të bëjë me 9 nëntorin, ditën e çlirimit të Gjakovës edhe 11 nëntorin, ditën e formimit të brigadës 7 sulmuese. Nuk ka dyshim se Gjakova është një ndër qytetet e rëndësishme të luftës nacionale çlirimtare dhe së revolucionit popullor jo vetëm në Kosovë, por edhe me gjërë. Për këtë arsye është i quajtur me të drejtë dhe Gjakova kuqe. I biri i Fadil Hoxhës, Lek Hoxha, falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen. Falenderoj praninë e shokëve nga Shqipënia. Falenderoj kryetarin e shoqatës të Gjakovës për praninë, për që na ka respektuar që ka ardhur. Gjithashtu edhe e falenderoj kryesinë e Gjakovës që për çdo vit me një kujdes edhe një vullnet e shënon këtë ditë të lavdishme të luftës antifashiste nacionale çlirimtare. Qel Shpati nga organizata e veteranëve Lanç nga Tropoja tha se nuk duhet harruar gjaku i atyre që dhanë për lirinë e këtij vendi. Ne Malësia e Gjakovës, ne s'kem pas të ndarë asgjë me Gjakovën, jo tash, por edhe para 100 apo 200 vjet përpara. Ne po bëjmë një punë, po mundohem që të bëjmë një punë sa më të madhe që mos të harrojmë gjakun e atyre që dhanë për lirinë e vendit, pra dheun e tyre tonë të bashkë, dhe ato lule që mbi atë gjak, që mos e vyshkim, por të mbajmë të gjalla, të freskëta, sa të jetë jeta. Më pas të gjithë së bashku vazhduan për të vendosur kurora lulesh në objektin memorial Fadil Hoxha në Çabrat, si dhe në varrezat e heronjeve e ish-antarëve të organizatës. Lavdi veprës dhe punës Fadil Hoxhës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka sqaruar opinionin për qendrën komunale të numërimit në komunën e Mitrovicës së Jugut. Në deklarimin e tyre thuhet se bazuar në informatat e pranuara nga Komisionet Komunale të Zgjedhjeve në Gjakovë dhe Mitrovicë të Jugut,
është konstatuar se në disa prej dengjeve të fletvotimeve ka ndodhur një gabim në shtypjen e njërit prej elementeve të fletvotimit, konkretisht në kodin e vendvotimit. Pas shqetësimeve të ngritura në opinion lidhur me zhvillimet gjatë procesit të verifikimit të rezultateve në qendrën komunale të numrimit në komunën e Mitrovicës së Jugut, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka sqaruar se bazuar në informatat e pranuara nga komisionet komunale të zgjedhjeve në Gjakovë dhe Mitrovicë të Jugut, është konstatuar se në disa prej dengjeve të fletvotimeve ka ndodhur një gabim në shtypjen e njërit prej elementeve të fletvotimit, konkretisht në kodin e vendvotimit. Në lidhje me këto çështje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka komunikuar me kompaninë përgjegjëse për shtypjen e fletvotimeve, e cila ka pranuar mundësinë që gabimi të ketë ndodhur në printerin mekanik që vulos të dhënat variabile. Kompania ka konfirmuar se në ditët në vijim do të përgatisë sqarim zyrtar lidhur me këtë rast. Është me rëndësi të theksohet se numri i përgjithshëm i fletvotimeve të shtypura është evidentuar sakt. Për më tepër për secilin vendvotim, fletvotimet të shtypura kanë numra serik të shënuar në pjesët am të fletvotimeve, të cilat përputhen plotësisht me numrin e fletvotimeve të pranuara dhe të verifikuara deri më tani në qendrën komunale të Mitrovicës së Jugut dhe Gjakovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjithashtu ka siguruar publikun, votuesit dhe të gjithë akterët e përfshirë në procesin zgjedhor se ky gabim teknik nuk ndikon në asnjë mënyrë në integritetin e procesit të votimit apo të numrimit të votave, pasi fletvotimet përmbajnë elemente të shumta sigurie që garantojnë se ato nuk mund të falsifikohen apo kopjohen. Ndërkohë, Prokuroria Themelore në Mitrovicë bëri të ditur se ka urdhëruar rifillimin e numrimit të votave në qendrën e numrimit në Mitrovicë, pasi e ndërpreu atë në ndyshimet për manipulim. Kujtojmë se dje komisionerët e PDK-s gjatë procesit të numrimit kanë vërejtur parregullsi si fletvotime me një numër serik të caktuar që u takoni një klasë votimi janë gjetur në një klasë tjetër, madje edhe qendra të tjera votimi. Prandaj ata kanë alarmuar menjëherë organet të rendit. Ngadalë por vazhdueshëm po rritën çmimet e konsumit në Kosovë, Agjencia e Statistikave të Kosovës thotë se indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit në Kosovë u rrit me një mesatare prej 5.1% në tetor 2025. Për këtë rritje, disa nga qytetarët intervistuar sot thonë se çdo ditë e më shumë po vështirësohet shporta e tyre familjare. Rritja e çmimeve të pothuajse të gjitha produkteve nuk po ndalet. Agjencia e Statistikave të Kosovës raporton se indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit në Kosovë u rrit me një mesatare prej 5.1% në tetor 2025. Lidhur me këtë, disa nga qytetarët që intervistuam sot thonë se çdo ditë e më shumë po vështirësohet përballimi i shpenzimeve të produkteve të përditshme. Shka flas për çmime, janë të përvallueshme çmimet shumë. Mua më kujtohet shpesh bisedoj para 2 vite, shka merrshë me 60 euro, tash duhet me 150 euro. Domethënë, gati 100%. Këtu se rrogat janë të ulta, është problem jo përvallu këtyne çmive me që në me shportën të ulë që e vlim për familje. Një tjetër tha se institucionet duhet të marrin masa ato më njëhershme. Për rrogat tona janë tepër shtrejt. Rrogat janë për tokë se mujnë mja dalën kryt. A thoni që duhet me marrë diçka përsi për institucionet? Po duhen me marrë ai ma herët, po tash ata dinë ma mirë se na. Edhe të tjerë qytetarë prapa kamerave tona thanë se është më se nevojshme që të gjitha institucionet kompetente të ndërmarrin masa për ta frenuar këtë rritje kaq të lartë të çmimeve. Numri i vjedhjeve në komunën e Gjakovës gjatë këtij viti ka shënuar rënje krahasuar me vitin e shkuar. Shefi i njësisë së hetimeve Çamil Gashi bëri të ditur se 32 raste të vjedhjeve janë më pak këtë vit krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2024. Gjatë këtij viti, numri i vjedhjeve në rajonin e Gjakovës ka shënuar rënje e lehtë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2024.
Sipas shefit të njësisë së hetimeve Toger Çamilgashi, janë regjistruar rreth 32 raste vjedhjesh më pak se vitin e kaluar. Po ashtu është rritur edhe shkalla e zbulueshmërisë së rasteve e cila këtë vit e kalon shifrën 70%. Sa i përket numrit të rasteve të vjedhjeve, krahasuar me periudhën e njëjtë kohore të vitit 2024, kemi një rënje të lehtë të numrit të vjedhjeve, pra diku rreth 32 vjedhje me pak se sa periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Po ashtu kemi një ngritje të zbulueshmërisë së rasteve, pra këtë vit zbulueshmëria e kalon shifrën 70%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të 2024. Sipas Togerit Gashit, sa shpesht i vjedhjeve vazhdojnë të mbeten shtëpitë e mërgjimtarëve. Megjithatë, sipas tij, rastet kur ndodhin vjedhjet janë të shpërndara si në qytet, ashtu edhe në fshatra. Si cak më i shpesht i vjedhjeve janë shtëpitë e mërgjimtarëve, pra shtëpitë të cilat nuk kanë ndonjë përkujdesje. Kryesisht ato vrehen gjatë muajve të verës kur vinë mërgjimtarë dhe i paraqesin ato. Edhe qyteti kryeson me numrin më të madh të vjedhjeve të emta të lehta, por nuk mund të përcaktojnë ndonjë zonë ku vjedhjet janë të fokusuara vetëm në një zonë të caktuar, mirë po janë të shpërndara edhe në përfshatra edhe në shtet. Për të gjitha këto raste është ngritur kallëzim penal, dosit janë procedurë në prokurori, ndërsa personat e dyshuar tashmë po përballen me organet e drejtësisë sipas Togerit Gashi. Numri i rasteve të ndryshuara është shumë i lartë, do thotë kemi rreth 70% të veprave të vjedhura të ndryshuara, për të cilat është ngritur kallëzim penal dhe rastet janë dërguar në prokurori, dhe personat përgjegjës tani me vesh janë duke përballur me drejtësinë. Togeri Gashi ka apeluar tek qytetarët që të vazhdojnë bashkëpunimin e ngushtë me Policinë e Kosovës, duke raportuar çdo rast të dyshimt. Dieta e detoksifikimit është perfekte për të pastruar dhe për të kthyer në formë në më pak se një javë, por kujdesi në implementimin e saj duhet të jetë shumë i shtuar. Nutricisti Dion Bardhi thotë se dieta detox është ndër dietat më të popularizuara aktualisht nga grup mosha të ndryshme. Dieta detox është ndër dietat më të popularizuara për momentin, për të e për rezultatet e saj flitet shumë. Nutricisti Dion Bardhi tregon disa arsye pse kjo dietë është e popularizuar. Dieta detox janë një trend momental, por edhe që kanë qenë para shumë kohësh. Pse janë bërë trend për shkak se premtojnë rezultate shumë të shpejta edhe premtojnë rezultate me pak punë, domethënë. Këto gjithmonë do më pas parasysh, domethënë, afatin kohor të këtyre, pse për shkak se to humb, po për një kohë shumë të shkurtë edhe vetëm për pak kohë komet mbet ajo peshë humne. Për shkak se kemi fituar apet, normal që komet marr malli për zakonet ose dogat që i pas të ushqyeshmërisë para se më nis dietës, edhe kjo pse shumica janë ende të trash, ata që tentojnë me marrë dieta të shpejta. Nuk është zgjidhje nëse e bën shumë shpejt. Megjithatë, sipas Bardhit, çdo gjë që jep efekt të shpejt mund të ketë edhe efekte anësore. Studimet tregojnë që sa më shpejt që humbim peshën, aq më shpejt kemi me fitu, edhe kjo pastaj komo na fut me një cikël, cili na kemi kemi fitu peshën, edhe pastaj tek e fundi kemi bukur gju, vetëm se jena të restriktu vetes jetën sociale, pjesën e ushqimit, edhe pastaj jemi të shkuar apet të fitu, normal që pastaj komo pas komplikacione si zhvillimi i kancerit mund të pasin shumë raste ekstreme kur humbet pesha shumë shpejt edhe për një kohë shumë të shkurt, edhe normal që këto funksionojnë, po gjithmonë është afati kohor. Ushqyerja e shëndetshme dhe e balancuar dhe aktiviteti fizik janë elemente shumë të rëndësishme për organizmin e secilit njeri. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim.
Para se të ndajemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. 35 vjet nga themelimi i Frontit për Rezistencë dhe Bashkim Kombëtar. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka alarmuar se nëse s'ka zgjatje buxhetore për 3 muajt e parë të vitit 2026, punëtorët në sektorin publik mund të mbesin pa paga. Organizata veteranëve Lanç shënon privetorin e çlirimit të Gjakovës nga okupatorin nazifashist. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.